Ta di unë, vjehra juaj është me priardhje nga Peshkupia, po? Nga Shqipëria është. Ka ndonjë traditë të veçantë nga Peshkupia që ka sjell në sofrën tuaj? Po, zakonisht janë disa makarona të thyme, i thojnë ata, që janë specialitet i Peshkupisë dhe i bojnë shumë mirë, po ashtu edhe jufkat e Peshkupisë, janë shumë të shishme edhe i përgadit perfekt, s'ka qysh ma mirë. Okej. Prandaj mu publiku gjithmonë më ka pa mbi peshë. Po thua është nga gatimet e shishme të vjerës, që janë parazishtueshme. Pa dyshim. Okej, mirë që e kemi përfundu drekën, po tash edhe nga darka, mos flasim më për ushqimin, se uritemi. Gjithsesi, kur jemi te këto vizitat që presim edhe bëjmë të njerëzit tanë më të afërt. A ka ndonjë person që u hap derën gjithmonë i pari dhe ju e dini që në asnjë festë nuk mungon ai ritual prej tij ose saj? Zakonisht,